Raportet e Bankës Botërore vërtetojnë gjitha pohimet tona që ne vazhdimisht kemi ngritur shqetësimin e madh që Kosova ekonomikisht është në rënje. Dhe kjo neve na thot se mesatarisht rënja e zhvillimit ekonomik të Kosovës në mënyrë financiare, në këtë vit ne mund t'i humbum mesatarisht dikon rreth 100 milion euro më pak të hyra apo qarkullim, për shkak se ka ra trendi i rritjes ekonomike. Dhe raportet e qesin Kosovën në disa raste më mirë se në disa vende të Ballkanit, por rastet e fundit janë që e qetë më keq në rënje se disa vende të ndryshme të Ballkanit. Dhe kur flasëm për rënje, është shqetësim, dhe ky shqetësim do duhet që ta kuptohet drejt nga qeveria e Kosovës, që të bën përmirësim, të merr hapa të ndryshimit të performancës, të zhvillimit ekonomik, të brendshëm dhe të jashtëm. Ka ndikuar gjithçka në të hyrat e Kosovës, në zhvillim, investime, qarkullimin brendshëm, rritje, inflacioni, normale ka peshën e vetë, ngritja e çmimeve ka peshën e vetë, varfëria e skajshme në Kosovën që qetë Banka Botërore po ashtu qetë një nga vendet më të varfëra në Evropë pas Ukrainës, dhe gjithë kjo edhe kur t'i bashkohet edhe sanksionet ekonomike nga EU-ja dhe përjashtimi i Kosovës nga dialogu si partner strategjik i Shtetit Bashkuar të Amerikës, ndikon drejtpërdrejti në performancat e investitorëve të huaj për të ardhur në Kosovë. Qeveria e Kosovës nuk brengoset shumë edhe për sanksionet ekonomike që i ka bërë EU-ja tash 2 vjet dhe humbjet nga ato janë rreth 1 miliard euro. Po ashtu nuk është brengose as për qeverinë e Kosovës, se Kosova tash është e përjashtuar nga dialogu me partner strategjik dhe jemi fut në grup me vendet me demokraci të cenzuruara siç është Rusia, Belorusia dhe Kina. Dhe tash nuk brengoset as për raportin e Bankës Botërore që parashek këtë rënje kaq të madhe. Dhe ne e vlerësojmë secilin raport ndërkombëtar që vlerësohet si pavarur, e vlerësojmë si shqetësim dhe i rekomandojmë qeverisë që të merr këtë shqetësim si serioz dhe të bën përmirësim, sepse Kosova në këtë trend politik ne do të besëm shteti më izoluar në Ballkanin Perëndimor dhe në Evropë nga faktorët më të fuqishëm ndërkombëtar EU-ja dhe Shteti Bashkuar të Amerikës. Është raport real. Është e vërtetë se mos funksionimi i institucioneve të Shtetit të Kosovës tash pothuajse 10 muaj ngadalëson ritmin e rritjes, ngadalëson investimet, grandet, financimet nga vende të ndryshme, po ashtu gjithë këto e ngadalëson edhe tendencën e investitorët huaj për të ardhur në Kosovë. Prandaj ne si Aleancë e Biznesit e vlerësojmë raportin korrekt dhe vlerësojmë që ekonomia e Kosovës deri në fund të vitit mund të ketë një tkurje deri një tkurje të rritjes deri në 3%. Dhe kjo neve do të na shqetëson shumë dhe do të na çet në një pozitë jo të mirë karshi vendet tjera të Ballkanit Perëndimor, dhe këtë kjo situatë e krijuar të rënjes të imazhit të Kosovës, të investimeve në Kosovë, të rënjes së rritjes, të izolimit e ka adresën qeveria e Kosovës. Sektori privat është duke përpjekur me çdo kusht që të rrit performancët e veta, aktivitetet e veta, prodhimin e vet, por në anën tjetër ne kemi blokada sankcionuese ndaj
miqve tonë të cilët i vlerësojnë shumë lartë BE-n dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qeveria e Kosovës së fundi është marrë kryesisht me zgjedhje dhe me këto zgjedhje nuk po bëhet zgjidhje. Jemi pa institucione, askush nuk flet më për ekonomi, veç për numra në kuvend, për numra politik, për marrëveshje politike mes subjekteve politike në Kosovë, mbi 50 herë tentim i krijimit të institucioneve të Kosovës, kuvendin e Kosovës, ajo është dëm i madh. Mbi disa ankesa në gjykatën kushtetuese për parregullsi që i krijojnë vetë ata ligjdhënësit, siç janë parlamentarët, partitë politike, institucionet e shtetit të Kosovës, mos respektim të vendimeve ose të institucioneve juridike, kjo krijon një pasiguri juridike për investitorë, qytetarë dhe gjithë njerëzit që punojnë dhe jetojnë në Kosovë. Prandaj, prap këto e kanë adresë që qeveria e Kosovës të krijon performancë më të mirë, karshi sistemit juridik, faktorin ndërkombëtar dhe sektorit privat. Qeveria e Kosovës ndoshta ka dëshirën e mirë për ta zhvilluar ekonominë, por çastin e ka të keqe. Prandaj ne gjithmonë kemi tentuar të krijojmë partneritet me institucionet shtetërore të Kosovës, por institucionet e Kosovës sukon kanë pas një komoditet dhe një arrogancë të numrat të fuqisë parlamentare dhe kanë menduar se gjithçka ata bëjnë vetë, nuk kanë nevojë për të tjerët dhe pikërisht për shkak kësaj arrogance tash po ndëshkohen edhe qytetarët e Kosovës, edhe bizneset, edhe Republika e Kosovës nga të gjithë, e së fundi edhe të kurrje ekonomike e cila e vërteton Banka Botërore.